Biblioteka Zoja e Shkodrës ka organizuar një aktivitet për promovimin e librit Shën Benedikt nga Norçja dhe bitet i shpirtëror, një libër që vjen nga autori Dom Dritan Doci, i cili flet për tematikën e këtij libri. Libri është me titull Shën Benedikti nga Norçja dhe bitet i shpirtëror. Sikurse tregon edhe vetë titulli për Shën Benedikti, një personalitet shumë interesant që ka jetuar në mes shekujve të 5-6, por që ka lënë gjurmë jashtëzakonisht të mëdha në historinë e kish, në përshpirtrinë krishtere, edhe në kulturën perëndimore, sidomos atë në Evropë, pra, që pastaj është bërë kultura e gjithë vendeve të tjera perëndimore, aq sa është quajtur edhe pajtori i Evropës, është shpall pajtori i Evropës. Prandaj të studioj Shën Benediktin ka qenë edhe për mua një risi mjaft e madhe, e kam njoft pak, por me këtë rast e kam thëdhu pak më shumë, edhe sidomos punën e atyre që u quajtën Benediktin, murgjit Benediktin, që pas kanë qenë në Shqipëri, edhe në Shqipëri shumë të famshëm, deri me rastin e pushtimit otoman, pastaj deri aty rezultojnë në Shqipëri. Të pranishëm në aktivitet ishte famultari Don Palaj dhe arqipezhi Peragjine. Thuhet që mas Zojës vinë shajtet. Festa Marea, dhe sot vazhdojmë Shën Benediktin, ku kena këtësin me një gjuhë një ekspoze të jetës, se këti shajti kaq të veçantë të kishës, me një ndikim jo thjesht shpirtëror, por kulturor, mirë të veçantë për kontinentin evropian të cilin e aspirojmë, por që gjeografikisht i përkasim totalisht. Të gjithë ne, edhe ne, jemi bitë në të një farë mënyrë e përshpirtërisë e Shën Benedikti, që është një që me të cilin me jetën e tij, me shembullin e tij, ka themeluar për shpirtërinë, mund të themi, për kontinent evropian, por ne ndjehemi bitet të tij sepse ai ka themeluar edhe një jetë në bashkësi, ka themeluar një jetë më të thellë me Zotin. Atëherë, duke dëgjuar tani, falenderoj Don Dritan për punën që ka bërë, besoj që të gjithë ne do të jemi të pasuruar me librin që mund të lexojmë e jemi inkurajuar akoma më shumë për të kuptuar e për të zbuluar për shpirtërinë e Shën Benediktit. Promovimi i librit në sallën Kardinal Mikel Koliçi vinte në kuadër të festës së Zojës së Shkodrës.